Lutja që u plotësua. O Zot, kthem te paraardhësit e mi. Kjo ishte lutja që Hindit, gruaja e Omer ibn al-Xhamuhut, dëgjoi nga goja e bashkëshortit të saj, kur rroku armët dhe u bë gati të shkonte të bashkohej me myslimanët në luftën e Uhudit. Kjo ishte hera e parë që Omari bashkohej me myslimanët për luftë. Ai nuk ishte marrë pjesë asnjëherë deri atëherë, sepse ishte i çal. Edhe vetë Kurani thot se për të verbrin, të çalin dhe të sëmurin, lufta nuk është detyrim. Kishte 4 djemë si Luan, të cilët luftonin për herë për krah profetit të nderuar. Për këtë arsye, askush nuk priste që Omari të nisej dhe vetë për në fush betejë. Sapo e mësuan vendimin e tij, i erdhën farefisi i tij për ta ndaluar dhe i thanë: në radhë të parë, ti je i falur nga vetë ligji i luftës, dhe së dyti, ti ke 4 djemë, të cilët janë ushtar të profetit, e nuk është e nevojshme që edhe ti vetë të shkosh të luftosh. Omari u tha: ashtu siç e dëshirojnë lumturinë dhe xhenetin e përjetshëm djemtë e mi, edhe unë e kërkoj atë. Ata të shkojnë e të bien dëshmor, ndërsa unë të rri këtu në shtëpi me ju, s'bëhet kurrë. Farefisi i tij u tërhoq nga kërkesa e tyre. Njëri pas tjetrit, ata vinin duke i kërkuar Omarit që të hiqte dorë nga ajo punë. Për të shpëtuar prej tyre, Omari shkoi e foli me vetë profetin. Familjarët e mi kërkojnë që të më mbajnë të mbyllur në shtëpi dhe të mos luftojnë në rrugën e Zotit. Për Zotin, dëshiroj që të shkoj në parajs me këtë këmbë të qalë që kam. O Omar, ti je i falur nga kjo vepër, vetë Zoti të ka falur ty, dhe nuk je i detyruar të luftosh, i tha profeti. O profeti nderuar, unë e di këtë gjë, megjithse nuk e kam të detyruar, unë dua sërish, u përgjigj Omari. Atëherë, profeti tha: mos e pengoni, ka dëshirë të bëhet dëshmor, ndoshta Zoti i ja plotson këtë gjë. Një nga skenat më tërheqëse të betejës së Uhudit ishte lufta që bënte Omar ben al-Xhamuhu. Me atë këmbën e tij të qalë, futej në mes të ushtrisë armike dhe thërriste. Dua xhenetin, një prej djemve të tij i rrinte gjithmonë pas shpine. Me kaq vrull luftuan këta të dy, saqë më në fund u vranë. Pas mbarimit të luftës, shumë prej grave të Medines dolën nga qyteti që të shikonin nga afër atë që kishte ndodhur, sidomos pas atyre lajmeve të tmerrshme që vinin. Njëra prej këtyre grave ishte dhe Aisha, e shoqja e profetit. Aisha sapo kishte dalë pak nga qyteti, pa Hindin, gruan e Omar ibn al-Xhamuhut, e cila po vinte drejt Medines me një deve që mbarte 3 trupa të pajet. Aisha e pyeti: çka ndodhur? Fal Zotit, profeti është shëndoshë mirë. Ai të jetë mirë dhe ne nuk kemi hidhërim tjetër. Ndërsa lajmi tjetër është që Allahu i sprapsi jo besimtarët e ushtrisë së aleatëve me hidhërimin e tyre. Të kujt janë këta trupa? E pyeti Aisha. Janë trupat e pajet të vëllait tim, djalit dhe burrit tim, u përgjigj Hindi. Ku po i çon? E pyeti Aisha. Po i çoj në Medine që t'i varros, u përgjigj Hindi. Hindi tha këto fjalë dhe e tërhoqi devën drejt Medines, por deveja me zor ecte pas Hindit dhe pastaj ndaloi. Pesha është e rëndë, kafsha nuk mund ta mbaj, i tha Aisha. Kjo deveja jon është shumë e fuqishme. Ajo shpesh mban ngarkesën e 2 deveve. Duhet të ketë ndonjë hall tjetër, tha Hindi. Tha këto fjalë dhe e tërhoqi sërish deven. Kur e ktheu nga krahu i Medines, deveja ra në gjunjë. Kur e kthente deven nga ana e Uhudit, deveja ecte lirshëm. Kjo ishte diçka e habitshme. Kafsha nuk donte të ecte për në Medine, ndërsa për nga ana e Uhudit ecte me shpejtësi. Duhet të ketë ndonjë sekret kjo punë, mendoi me vete Hindi. Atëherë, tërhoqi deven dhe së bashku me 3 trupat e pajet të afërmve të saj, u kthye në Uhudit dhe pyeti profetin: o i dërguari i Zotit, është diçka e çuditshme. Sa herë që dua ta çoj deven për në Medine, nuk më bindet, sa herë që kthehem drejt Uhudit, ajo fillon e të ecë me shpejtësi. Përse? Atë ka thënë gjë burri përpara se të nisej për në luftën e Uhudit, e pyeti profeti: o i dërguar, kur u nis, unë i dëgjova atij këtë fjali: o Zot, kthem te paraardhësit e mi.
Kjo është arsyeja, tha profeti. Është pranuar lutja e pastër e burrit tënd dëshmor. Zoti nuk kërkon që trupi i tij të kthehet në Medinë. Në mesin tuaj ka njerëz të cilët nëse ja kërkojnë Zotit diçka dhe të betohen për këtë gjë, Zoti u aplotëson atyre lutjet. Edhe burri yt, Omar ibn al-Magjuhu, ishte prej këtyre njerëzve, tha profeti. Me fjalën e profetit, të 3 trupat u varrosën në Uhud. Pastaj, profeti ju drejtua Hindit dhe i tha: "Këta 3 vet do të jenë së bashku në atë botë." O i dërguari i Zotit, u lut Hindi, kërkoi Zotit që edhe unë të jem me ata.